Janë dy çështje që do të ja ti përmend këtu. E para, këto zgjedhje janë bërë për shkak të dështimit të partisë së parë që të arrijë kompromis rreth zgjedhjes së presidentit. Pra këto në fakt janë zgjedhje për president. Është hera e parë në historinë e Kosovës që vendi ka shkuar në zgjedhje për shkak të një dështimi të tillë. Pra në esencë ky është prioriteti numër 1 edhe për shkak se kushtetuta dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese krijon një urgjencë të tillë. Nëse nga dita e konstituimit të kuvendit ne nuk kemi president për 60 ditë, vendi automatikisht do të shkojë në zgjedhje dhe nuk do të ketë fare rëndësi a kemi qeveri, a kemi kuvend konstituar, sa ai kuvend do të shkojë në shtëpi përsëri pas pak ditësh. Prandaj edhe nga aspekti kohor, edhe nga aspekti urgjencës kushtetuese dhe të krijimit stabilitetit politik në vendin tonë, është domosdoshme që kjo të jetë çështja e parë në rand të ditës dhe jo të shtyhet në mënyrë që pastaj gjithçka të lihet për 24 orëshin e fundit. Sa i përket të temës që ju e ngritët, keni të drejtë që tradicionalisht LDK-ja i ka dhënë rëndësi të madhe këtij institucioni, për shkak se është institucion ku edhe determinohet mbajtja e balancave demokratike në shtetin tonë, është institucion ku determinohet mbrojtja e demokracisë në vendin tonë dhe është institucion ku mbrohet integriteti, dinjiteti i qytetarëve, uniteti i popullit, por po ashtu aleancat të cilat i kemi të shenjta dhe ekzistenciale. Dhe ne nuk mund të pranojmë një institucion që është më pak i fuqishëm se sa vizioni që e ka ndërtuar presidenti Rugova për atë institucion. Si që kemi thënë fushat, dhe atë që kemi thënë fushat vazhdon të qëndroj dhe për ne. Edhe tutje, ne jemi të interesuar të japim stabilitet vendit, institucionet të qëndrueshme, edhe vine vetëm të kushte që kemi pasur ka qenë për listën serbe, pra për Parti Shqiptare ne kemi ofruar gatishmëri për kompromis. Gjëja e parë që duhet bëjmë pas një diskutim, sepse këto zgjedhje ishin të jashtëzakonshme, është zgjidhja e çështjes së presidentit dhe presidentes rreth parë, dhe ka kandidatën e vet, Vjosa Osmani, dhe kjo do të jetë piknisje diskutimeve të ardhme. E para në klasë 5 të mësojmë 13, 18. Nuk e di çfarë rriti ju sheni, po na shohim 13, 18, 20 mandate. Prandaj me krenari më të madhe jam lumtur që kemi nis projektin e bashkimit, kemi punë shumë. Për një muaj kohë fushat, ky rezultat është i shkëlqyeshëm, sikur çdo parti tjetër të rritej bazën e vet, siç ka bërë LDK-ja, besoni do të meritonte vlerësime më të larta. Prandaj rritja jonë është motivi më i madh që kemi sot. Edhe një herë 13, 18. Vjosa. Se bën me u përgjigj. Edhe pajtohem që tash duhet grafemi ju dhon hapësirë. Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime. Tani përqindja derivon prej qytetarëve të Kosovës. Për ata që kanë dalë në vota, që kanë vendosur në mënyrë demokratike për Republikën e Kosovës, do të dëshirojmë të ishte më lart. Do të punojmë të jetë më lart. Jemi të bindur se kemi një të ardhmë të mirë përpara për ta bërë më të lartë, por edhe themi kështu, të gjitha ëndrat e shurjes LDK-s, goditjes LDK-s, e përfundimit LDK-s në mënyrë kanë marrë fund. LDK-ja është Nëse mundem vetëm me shtu, rritja matet edhe me mandate, kjo është shumë e rëndësishme. Ne do të kemi kësaj radhe 20 mandate, që është 5 mandate më shumë se sa në mandatin paraprak. Pra kjo është një rritje jashtëzakonisht e rëndësishme, pra prej 34%, dhe në të njëjtën kohë ende nuk janë numëruar votat nga mërgata jonë, ne jemi shpresë plot që do të kemi një rezultat jashtëzakonisht të mirë, dhe kur numërohet totali edhe në vota, pra Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë një rritje goxha të konsiderueshme dhe do të jetë e vetmja në fakt që ka rritje në vot totale, rritje në pikë të përqindjes, rritje në përqindje bazë, rritje në mandate. Pra e vetmja parti që në të gjitha aspektet, kudo që e matni, ka rritje. Nuk besoj që rritjet mandateve ka dikush sa LDK-ja. Pra është e pasakt, mësoj pash rezultatet partia që i ka pas 56 mandate 7 dhe të tjerat, pra ne kemi pas rritje proporcionalisht shumë më të lartë. Mendoj që ky rezultat është refleksion i punës së madhe në kohë shumë shkurtë.
Duhet ta kuptoni që LDK ka qenë një rezultat të rëndë edhe në vjetor, po edhe në vitin 2021 që është përsëritur, jemi ngritur një herë, kemi rënë, tash e kemi kthyer edhe një herë. Kjo është bazë solide për vazhdimin e angazhimit tutje dhe jemi mirënjohës për këtë rezultat. Pra e njohim si të tillë, e ushqejmë si të tillë dhe do të angazhohemi mbi këtë rezultat të tillë sot. Natyrisht do të punojmë që të kemi rezultate edhe më të mira. Kjo është tema. Lutem se po të ndërprejmë që so. Pyetja ishte nëse është hipotetike, nuk mendoj që do të vim deri te një pikë e tillë, ne do të punojmë që të kemi institucione sa më parë. LDK-ja e ka kandidaturën e vet, dhe siç e përmenda, partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo për këtë kandidaturë, përkundrazi ka mira arsye që të thotë po. Dhe që të gjitha ato mira arsye janë në interes të shtetit të Kosovës. E para punës nuk do të kishte fare logjik të bënim fushat, delim para qytetarëve, të propozonim kandidatura dhe më pas të refuzonim ato në momentin e parë që dalim në konferencë për media. Ose është politika se imi as e lidhjes demokratike të Kosovës, jemi aq jo serioz. Pra jo, nuk kemi ndërmend të bëjmë kompromise me gjërat për cilat kemi kërkuar mbështetje qytetare. E dyta, aq sa po i shohim numrat gjithë bashkarisht, duhet kompromis për të pasur institucione. Përndryshe përfundojmë zgjedhje të reja edhe një herë. Pra kompromisi është i domosdoshëm. Dhe në këtë kompromis, siç e thamë edhe më herët, nuk kemi refuzim për asnjë parti shqiptare, do të flasim me të gjitha. Madje që sonte më lejoni t'ju uroj gjitha për rezultatin e tyre individual që kanë marrë. Dikush më shumë, ne më shumë, dikush më pak, por është rezultat demokratik i Republikës Kosovës, në rritje ose në rënje parancë, ju uroj gjithë për fushatën e bërë, për punën e bërë, për rezultatin e bërë. Tani do të ulemi të bëjmë zgjidhje politike në tavolina diskutuese brenda aspektet politik dhe do të nisim këtë platformë që në fillim duke komunikuar me gjitha partitë për të parë mundësinë e stabilitetit institucional. Tani s'ka logjik të kemi institucione pa zgjidhur çështjen e presidentës, sepse edhe një herë 60 ditë kohë kemi prej momentit të certifikimit për të pasur një president. Dhe në këtë drejtim ky do të jetë angazhimi ynë i jashtëm. Në një të ardhme shumë të mirë për LDK-n dhe në synimin tonë përfundimtar që para se të japim përgjigje interesave tona personale, ta mbajmë LDK të fuqishme, që ka bazament fort, që vazhdon të rritet tutje, që afron figura të reja, që afron strukturat e veta ngrit lart dhe që krijon mundësi për të shërbyer ndaj vendit vet, ndaj Republikës Kosovës. Dhe natyrisht ne synojmë që jo vetëm 2019 që është nuk mund të abstrahojmë rënjet pas 2019-s, dhe nuk ndodhin gjërat në mënyrë magjike brenda pak javëve, do të punojmë gjatë. Besoj që është një rritje e mjaftueshme dhe ka realizuar synimin tonë të parë çfarë kemi pasur, që të kthehemi në bazamentin kaq që kemi pasur edhe në shkurtin e vitit të kaluar. Ky ka qenë synimi i parë. O pak o shumë, nëse ke ambicie më të mëdha, dhe ne besoj që kemi ambicie më të mëdha, por shumë kur e krahasojmë me çfarë rezultate kemi pasur, çfarë gjendje kemi pasur LDK-n, dhe anëherë po themi me këtë mundësi çfarë tani vlerësojmë. Pra vlerësojmë këtë rezultat qytetarëve tanë, e marrim si të mirëqenë, e falenderojmë mbështetjen elektorale dhe kjo është vetëm fillimi i një rruge gjatë që kemi përpara, edhe cila nuk ndalet këtu në këtë rezultat sonte, kështu që mos le të japim shpresë Kosovës, le të japim institucione, se ardhmja e LDK-s prej sontit është e mirë, e mbarë dhe e qëndrueshme dhe mbi gjitha fort, dhe besoj që edhe Vjosa dhe unë jemi shumë krenar për këtë punë, pra pas një rreziku të madh, pas shumë sfidave të mëdha, LDK-ja qëndron e fuqishme e fortë. Faleminderit. Bravo, faleminderit.